Gazetari Artan Hoxha ka dhënë detaje lidhur me hakerimin e emaileve të institucioneve shtetërore. Ai tha se hakerimi për të cilin bëhet fjalë lidhur me emailet e prokurorëve të SPAK nuk ekziston. Hoxha shtoi se është një ndërhyrje e brendshme, me qëllim për të shmangur pasojat që mund të vinë më pas. Sipas gazetarit, ajo çfarë ka ndodhur është një vjedhje të dhënave brenda sistemit. Hoxha shtoi se një nga elementet që ka sjellë një situatë të tillë është rivaliteti brenda institucionit të SPAK. Flitet për hakerim, por nuk ka hakerim. Hakerim është kur ndërhyet nga jashtë në sistem, por nuk është prekur sistemi nga jashtë. Askush nuk ka hyrë në SPAK. Nëse do të kishte ndodhur kështu, do të kishte justifikime sepse nga jashtë është hakeruar deri te shërbimet më inteligjente që ka bota. Ka patur përpjekje të tilla, por në rastin konkret nuk kemi një sulm të jashtëm nga SPAK. Fjala hakerim është futur qëllimisht për të shmangur të gjitha pasojat e tjera që mund të vijnë. Kjo është bërë me qëllim për të spostuar nga ai që është thelbi i vërtetë i kësaj historie. Kemi të bëjmë me një vjedhje të dhënave nga brenda sistemit, nuk ka ndodhur gjë nga jashtë. Arsyeja pse është munduar të shmanget pjesa e vjedhjes brenda sistemit është për të treguar se ka përplasje mes pjesëtarëve të SPAK brenda këtij institucioni. Ky është një nga elementet për shkak të qëndrimeve të ndryshme që kanë. Pra rivaliteti që po zhvillohet brenda SPAK-ut ka një hetim të brendshëm duke krijuar edhe këtë problematik. Materialet që janë vjedhur janë më shumë se ato që kanë dalë. Ata që e kanë bërë këtë veprim, që i kanë nxjerrë të dhënat jashtë, kanë bërë testimin e parë, kanë dashur që ata t'i çojnë në media, t'i publikojnë duke i çuar tek dy gazetarë, tha Artan Hoxha për Euronews Albania.